Jam duke punuar, por në punë më bjen që namazin mos ta falin kohë dhe kjo çdo namaz duhet me e shtyr. A mund të fal namazet bashkë në fund të ditës? Jo. Sepse feja e Zotit nuk është me si ta ndjesh bëje. Feja e Zotit është çfarë thuhet në fenë e Allahut. Namazet mund të shtysh nga koha fillestare, po jo që të dalin nga koha. Për shembull, namazi i drekës, thirret ezanin orën, tani sa thirret ezanin orën 1:10. Deri në orën 5:10, ti ke drejt me e fal drekën nga ora 1:10 deri në orën 5:10. S'është kusht patjetër sa hyn koha e drekës. Dhe mund ta falësh ikindin nga ora 5:10 deri në orën 8:25. Ke kohë sa të dush. Kështu që nuk është kusht patjetër në fillim të kohës. Dhe ky është një koncept i gabuar që disa vëllezër që janë në fillimet e Islamit mendojnë se patjetër namazi duhet fal në fillim të kohës, se përndryshe nuk vlen. Kjo nuk është e saktë. Mund falet namazi në fillim, më tutjes e fillimi, mund falen në çerek, mund falen gjysmë, mund falen 3 çerek, mund falen dha në nga funi fare. E rëndësishme është mos të dali namazi nga koha. Ndërsa me i mbledh gjitha ndarkët bashk, kjo nuk ekziston në Islam dhe në asnjë nga mendimet e Islamit. Edhe shijat i falin 3 herë në ditë. Ky do me kalu edhe shijat, do me i bë gjitha ndarkët. Po çfarë bë kjo? Hajde ti mori me ofertë. Se ekziston kjo lloj forme në Islam.